والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, që ti jesh besimtar, që ta meritosh emrin musliman besimtar, duhet patjetër që ti jesh i bindur në disa baza, disa parime. Besosh në Allahun dhe Xhelal, besosh në ekzistencën e melajkeve, besosh në vërtetësinë e pejgamberëve, besosh në librat e zbritur nga melajket për tek pejgamberët e Zotit, të besosh në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, në ditën e llogarisë, në ditën që do të bohemi përpara të Madhit Zot, në ditën e ringjalljes, dhe e fundit të besosh në kadan dhe kaderin e Allahut. Të besosh se gjithçka që ndodh është e shkruajtur nga i Madhi Zot, që para se të krijojë ne dhe gjithë krijimtarinë. Të besosh se gjithçka që lëviz, gjithçka që vepron në këtë univers, vepron dhe lëviz me vullnetin e Allahut dhe me dijen e Allahut dhe me fuqinë e Allahut. Gjithçka që ndron me qëndrueshmërinë e Allahut dhe me madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu dhul Xhelal këtë sure që po lexojmë, surën Al-Hajj, e nis me vërtetësinë e kiametit. O ju njerëz, friksojeni për Zotin tuaj. Me të vërtetë dridhja e madhe është ngjarje madhështore. Dridhja e kiametit është një ngjarje madhështore. Atë ditë kur ata që do ta përjetojnë, gjithdhënësja do ta hedhë fëmijën nga durët e saj. Shtatzëna do ta abërtojë, do ta hedhë fëmijën, do ta hedhë shtatzaninë e vet. Njerëzit do të shkojnë do të si me qenë të dehur. Ata nuk janë të dehur, por se dënimi i Allahut është i hashpër, është i papërballueshëm. Besimtari që është besimtar beson në kaderin e Allahut. Prandaj nuk ka asgjë që ta lëkund besimin e tij. Qoftë kur është në mirësi dhe begati, qoftë kur është në vështirësi dhe në sprovë. Allahu dhul Xhelal në një ajet kuranor vëllezër në këtë surë, në fillimin e surës thotë, flet për një kategori njerëzish dhe thotë: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf." Ka prej njerëzve që e adhurojnë Allahun në mëdyshje, në buzë të greminës, po t'i japësh një shtyt me pak, bjerë poshtë. Nuk ka bindje, s'ka qëndrueshmëri në zemrën e tij. In asabahu khairun yatma'anna bih. Nëse gjen rehatlëk dhe mirësi dhe bollëk dhe rehati, është i qetë, i qofshin falë Zotit. Besimtar, elhamdulillah, e kam zemrën e pastër. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Kur e godet një sprov, nuk e shef mon xhamin vallahi. Jo që se shef në xhami, po fillon ndoshta edhe debaton me Zotin që e ka kriju. Pse mos Zot ma bën këtë gjë? A mu më gjeta o Zot që ma hodhe këtë sprov? Në vend që të pajtohet me kaderin e Allahut. Në vend që të pajtohet me caktimin e Allahut. Thonë dietarët ky ajet zbriti si shkak i disa njerëzve që vinin nga skajet apo nga larg Medinës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe vinin dhe banonin Medinë, edhe thonin: "Do ta pranojmë këtë fe, nëse gjejmë bollëk dhe mirësi, dikush që s'kishte fëmijë thotë, nëse do furnizohem me fëmijë thotë, do të vazhdojmë që ka fe e mirë. Nëse ndodhe kundërta, i merrni rrobat edhe e braktisnin Medinë." Subhanallahu alazim. E në këtë mënyrë thotë këta njerëz thotë humbin edhe dynjan, humbin edhe botën tjetër. Ndërsa besimtari i bindur, i qëndrueshëm, i palëkundur ndaj sprovave, është ai besimtar për cilin pejgamberi i Zotit thotë:
ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair. Është e çuditshme çështja besimtarit të fortë. E gjithë jeta e tij është mirësi. Si in asabahu sarra shakara fa kana khayran lahu. Kur e godet një begati e Zotit, e falenderon Allahun dhe kjo është mirësi për të. Mirësi mbi mirësi, sepse po ta falenderosh Allahun për begatitë që ti ka dhënë ti shumë fishon. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khayran lahu. E kur e godet një sprov, një fatkeqësi, bën sabër, duke qenë i bindur se ka ndodhur me kaderin e Allahut, edhe kjo kthehet në mirësi për të, sepse shpërblimi i sabërliu dhe i durimtarit është i pallogaritur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo, thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh vetëm se me besimtar që e ka të rrënjosur bazat e besimit në zemër, dhe është i palëkundur çka do që ti ndodhi në dynja. E lutim Allahun të na bëjë të tillë. E lutim Allahun të na bëjë qëndrueshëm fenë Allahut. Jo vetëm Ramazan, por edhe në muaj të tjera, jo vetëm në mirësi, por edhe kur sprovohet dikush prej nesh, Allahu i shpëton.